Atëherë, fill 3 ditë pas ngjarjes së ndodhur, pra në datën 29 shtator në fshatin Salari, ku mbeti i vdekur shtetësi italian, me herë Drejtoria Vendore e Policisë së Gjirokastrës në bashkëpunim edhe me Tiranën kanë kryer kontrolle të shumta deri në zonën e Vlorës, aty ku edhe autori dyshuar ishte banues. Nga kontrollet e ushtruara në disa prej banesave, jo vetëm në të tjerë, por njëkohësisht edhe në banesat e personave të afërt, janë gjetur një shumë parash e konsiderueshme, por gjithashtu janë gjetur edhe dybi apo edhe para kanabisi. Prandaj kemi të bëjmë me një ngjarje e cila është e ndërdikuar dhe nuk dihet ende se cili ka qenë objektivi. Personat kanë qenë të gjithë së bashku duke ngrënë një darkë në fshatin Salari, bëhet fjalë për viktimën, për 2 persona që janë edhe bashkëortakët e viktimës në qytetin e Tiranës, të cilët kanë qenë edhe të shoqëruarit e parë lidhur me këtë ngjarje, të cilët janë pyetur nga ana e oficerëve të policisë në Drejtorinë Vendore të Policisë së Gjirokastrës, dhe ka qenë sigurisht edhe i dyshuari Kamber Sulça, i cili është vetërzuar disa minuta më parë në prokurorinë e Gjirokastrës. Hetimet po shtrihen tashmë më gjerë për të zbuluar ndoshta motivin e kësaj vrasje dhe nëse realisht ka qenë objektivi shtetasi italian apo mos ndoshta ky i fundit është vrarë aksidentalisht. Pra, Ervina është pikërisht Ervin Kamber Sulça, sipas hetimeve është Kamber Sulça, i cili udhëtonte me makinën e tij drejt stanit që ishte në pronësi shumë larg vendit ku ndodhi kjo ngjarje. Emri i këtij personi pra është i dyshuari i vrasjes së biznesmenit italian, ndërkohë që më herët, nëse mund të bëjmë një përmbledhje të vrasjes të tij, pati më parë dyshime për ortakët e tij, më pas një tjetër pistë, pra çka mund zbardh tashmë edhe arsyet e vrasjes së këtij biznesmeni dhe mbetet pikërisht autori i dyshuar gjithmonë Kamber Sulça, i cili pritet të japë më tepër dritë rreth këtij ekzekutimi që ti e përmende aksidental, por ajo që është enigmë në të gjithë këtë ngjarje në fakt është fakti nëse shtetësi italian ka qenë objektivi i këtij atentati apo jo. Sipas informacioneve të paktën që unë kam mundur të marr, bëhet fjalë për autorin e dyshuar Kamber Sulça, i cili ka pasur miqësi me bashkëpronarët e viktimës në këtë rast, që janë babë e birë me mbiemër Braci. Nuk dihet se cili ka qenë objektivi dhe ende është i pazbardhur edhe motivi i konfliktit që ka nisur midis këtyre personave.